Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arbana Osmani dhe Eduard Grisha i japin fund marrëdhënies disa vjeçare, zbulohet e vërteta. Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një detaj të vogël në një foto të postuar së fundmi. Në imazhin ku ajo shfaq petullat e sapo bëra, vihet re se unaza e fejesës ndodhet mbi tavolinë dhe jo në gishtin e saj. Ky detaj ka shtyr fansa të pyesin për arsyen, ndërsa Arbana e ka zbuluar vetë të vërtetën. Gjatë gatimit, ajo preferon t'i heqë unazat për t'u ndjerë më e lirshme dhe për të ruajtur pastërtinë e bijuterive. Me thjeshtësinë që e karakterizon, Arbana tregoi edhe një herë se pas ekranit është një njerëz krejt i zakonshëm që i përkushtohet kuzhinës dhe gjërave të vogla të përditshmërisë. Marrëdhënia e saj me Eduard Grishën vazhdon për mrekulli.